Më Burim Zejka, jetoj në komunën e Skënderajt, këtu në banesë me qira. Prej vitit kalum jetoj këtu. Afër mjekëve jam afër këtu. Shkaki i mjekëve se jam kohë larg prej mjekëve. E këtu më afër për i thrasëm, na vinë për çdo ditë të marrëm lekcione, infuzione që më dhojnë në këtë mjekët. Unë me diagnozën jam neurofibromatoz. Jam diagnozuar. Po mjekët nuk mund të tha asgjë se nuk po kuzojnë me ndërhyrje tjera kur gjë, ndërhyrje kirurgjike, nuk po kuzojnë me hi. Se më kanë thënë me ndërhyjmë, nuk kuzojmë, se çka të ndërhyjmë, mundesh me jetë edhe në operacion. E për atë shkak nuk kuzohem me ndërhyjë kurrë, vetëm me çfarë injekcione, infuzione kundër dhimbjeve, tjetër absolut kurrë. Do të thonë gjatë gjithë kohës keni dhimbje? Vallai po. Po ndërkohë kam dhimbje të më të fuqishme. Po sa të kam dhimbje të fuqishme, vinë mjek për herë këtu si t'i thrasëm, një infuzion, një injekcion, që më dhojnë për kundër që aty në dhimbje të forta. Apo na tregon tash pak edhe që sa vjet jeni në këtë gjendje? Po në këtë gjendje për 3 vite po një. Në 2004 e kom pas një operacion në Tiranë. E kom pas atëherë më kanë ndihmu ishtë të më këja si në kanë. Bataljion një mjekësis 20 si u thërke. Ata më kanë orë unë për në Tiranë më kanë në qohë. A ka bo shtetin a i samë për ty? Ka ndihmu në qka? Vallai jo. Vallai jo kur gjë. Përveç të në qatër rrugën pensionin e veteranëve që e marrë, që ato më kanë ndihmu se tjetër sen absolut. Qysha bëni me pagu qiranë e shtëpisë? Po qiranë me qëtë pensionin që e marrën, edhe më ndihmojnë, do shëshni kam që të mitë, nëse bejpat, më ndihmojnë për qirat, qështu. Qa kishë bo apel të krejt ata që të shohen? Qa i kishë bo vtirje? Qa i kishë bo? Vetëm për që soj qirajem me pas punësime më të rjekë. Një banesa në diçka me më dërgu, po dhe ju fort larkë mjekëve. Se kam nevoj natën ditën për mjekë. A kishë pas edhe diçka me thonë qeverisë ose shtetit Kosovës, diçka për veteranët e luftës, ose për rastin tënë specifik? Po pa mërë pasysh, si për veti, si për çdo veteran, në t'i hapin zytë qeveria. Në të këshyrin pak, se i kanë lëhu shumë anësh. Shumë, ju pak, po shumë anësh. Nuk jam i vetë me anë, që jam se po ka dhe shumë tjerë që kanë nevoj për qeverinë, për shtetin tonë. Që 2 vjetë burën që shpeshene e kam paralizu me tanët qëshu, si një thmit vogël e këqyri. Si një thmit vogël, kam i këqyrë këta, po me desh zoti, mi pa këta në kam dhejta, unë flutërë, i harrej e ki që akun bo për ta. I harrej, vesh mi pa një herë këta si po quvet. Së më dhime të mija, më dhime të kjo shiri. Shumë i ri, 40 vjetë. Shumë i ri, po zoti qatë qënë do të me bojtë. Edhe për haki ti, na e na dorë qëko, në Skënderaj, me qëra. Ku keni jetu ma herë? Në Plozhin, kena jetu në Plozhin, po atje vishin mjek, kur ishin të lirë vishin, në kanë orë, po kështë nevoj 2 herë në ditje, 3 herë në ditje, e bishëm edhe në natën, tani dikur o të me bo një zgjedhje me dollë qëtu. Mi dërgu të mjeki, i thirë emergjencen, vinë me kërtë spitalit, vinëm një mujnë, e qesëm ose në lese, ose në karrocë, qështë e shumë gjendjen e ti,
edhe qujna me kërë spitalit, atje në emergjencë, tani ka të ka nevoj e qujna me ta. Ata më një mujnë me qu. Ku të ka nevoj me kërë spitalit shkë. Për i lau që gjithë qysh, ka një mujnë se bejpa, jo dikosh, që të tonë ka pak. Se shtrajt po janë shumë, kokra ka loj-lojshme, lekcionet këto, ka i veç nëse së qëllojnë në emergjencë, se këto mi binë edhe këto mi lojnë, se hoke natën, si po vinë, po do të me i thirë, e vinë të nga, i gjojnë këto. Po ka herë ka një osë qëllën, po do të me i blej vetë, infuzionat, herë pe i gjojnë ato, herë s'pe i gjojnë, po do të me i blej. Me një rrugë, me një veteranëve shumë zërë është me jetu, shumë zërë. Se po janë tanë, po pampersi, po më vje keqë për tina me përmen, jo pampersi, jo paluma, jo. Si një thmi vëgël. Se i lau që ato smerën pytja, i vesh letra të aldëvi që për dyrkër. Sa është e vështirë edhe për fëmi në farforme? Për fëmi më vje pak zërë shumë, se më vje gjënapit mide. Pe qëtujt e qenë dhe mbet, e pastroj, e bi qëtu. Banjo e kam, mi ka rrët, qëta shushen në banjo e kam, e qesë në tonë, e që e pastroj, e dej me 4-5 mujën, e këna lau në lejse, në bazen e këna lau. Në shpitem sa e më ka, pa dollë, e kom lau në bazen. E ta shë morë të, po do të mja ruba nëjse në hujë. Se një dame ka, do të mja paguna. Po do të mi këqyrë fort edhe dheni mja ru dikoj. Edhe është jo lësë tamve, kush ka mundësi, edhe se bojnë atë mirë, kësha pos që vesh nga të spitali. Se unë jam me vetme, unë më do të me, për shambull, mi morë të mi qu atje nga të spitali. Ose ka i herë më bje, si bojnë telefonat, më do të me shku atje në emergjencë, mi morë mjek, mi pruqtë. Me kollarë nuk moj. Se nuk jam në si dalë. Po, se që një të njëftun, pacientin fjallë Burin Zejkan, është 40 vjeshtash, është për i pacientëve me gjendjen më tramë shëndetësore, gjithashtu edhe ekonomike, sociale. Burim i vunë për i kush për një smundje trandë, që fatkeqësisht dënë një përcjellje profesionale, sociale, me një bazë financiare të mirë, që fatkeqësisht përveç kësaj anës profesionale që deri dikona mundohë me mja dalë, pjesë tjera nuk mund me mbulu se shtëpi e shëndetit. Kujdesi shëndetësor i bëhet për anës tonë për çdo detcar është nevojshme dërgojmë njërin prej teknikëve ose mjekëve që janë të lirë të emergjencës janë të obliguar në fakt me shku me bën kujdes shëndetësor, po aspekti tjetër të burimi ngelet problem. Edhe aspekti mjekësor na mund me kry tretmanin që kanë varet prej nesh, po burimi ka nevojë për barra shtesë, për nevoja tjera shëndetësore. Gjendja e tij fatkeqësisht po shkon të randu, që gjithsesi do të një përkujdesje sociale edhe financiare shumë e madhe